Lidhur me mashtrimet e zakonshme të dielës të Edi Ramës, së pari do t'i shtroj një pyetje. Si ka mundësi që të refuzuan të gjitha takimet në Washington, pa përjashtim të gjitha, përveç se me një NGO edhe ajo me dyrë të mbyllura? Duhet të bësh transparencë shqiptarëve. Nuk ishe në udhëtim privat, por ishte përfaqësues i Shqipërisë në një forum prestigjioz siç është Bordi i Paqes. Pra, cila është arsyeja që tu refuzua çdo takim që kërkove, qoftë gjatë qëndrimit aty, qoftë paraprakisht? Unë e di që ti nuk do flasish, por heshtja jote do flet më shumë se sa çdo gjë tjetër në këtë rast. Lidhur me fjalët, po kam një koment. Do të garantoj çdo shqiptar se diplomacia e megafonit nuk shërben kurrë zgjidhjes së problemeve, aq më tepër kur atë përdor një vend si Shqipëria. Diplomacia e megafonit për dramën e madhe që po luhet në Hag kundër ish udhëheqësve politik të luftës shërimtare dhe të Kosovës, është në vlerësimin tim as pak e dobishme. Ajo në Strasburg prodhoi efekte të kundërta, por duhet theksoj me këtë rast se Edi Rama nuk ka ndërmarrë me diplomacinë konvencionale as dhe një hap të vetëm në ndihmë të luftarëve të UÇK-s, të komandantëve të UÇK-s, drejtuesve të luftës që ndodhen sot me akuza të fabrikuara nga Alfa tek Omega në zyrat e vllaut e padronit të tij Vučić. Ndaj dhe ky nuk e përmend ndonjëherë atë, por na i quhen idiot prokurorët e tjerë me radhë. Tani ai foli për rrjetëzimin dhe parkun që do ndërtojnë në Durrës duke shkatruar dhjetra banesa të pronarëve legjitim në qytetin e Durrësit. Mashtrues i madh. E paraqiti si pretekst këtë akt vandal UNESCO-n. Po mos harroni qytetar se ky në manastir, në zemër të parkut ndërkombëtar të UNESCO-s, dha leje ndërtimi për Damianin e tij dhe veten e tij. Asgjë s'ka të bëjë me UNESCO-n ajo, ka të bëjë me baron të drogës që duhet investojnë kullat e tyre aty ku do renohen shtëpit. Së fundi, foli për draft për projekt rezolutën, përsëri, një mashtrim i paskrupull, për përfaqësuesit që do të miratojnë atë rezolut, ishin në Shqipëri dhe sollën mesazhin e prerë të qartë, Lubi Balluku t'i hiqet imuniteti dhe asnjë pengesë drejtësisë, ndërkohë që ky ka 4 ditë nga Washingtoni dhe rrugës dhe kudo që negocion dorëzimin e Lubis me kusht që linda e tij të mos thirret në skap. Por a do pranoj Spaku një marrëveshje të tillë e cila do shënonte fundin dhe kapitullimin e tij? Unë nuk mund të them. Unë mund paralajmëroj shqiptarët se ai po përbën përpjekjet më të jashtëzakonshme për të shit Belindën për lindën, dhe kjo do të ishte një katastrofë e vërtet për sistemin e drejtësisë në Shqipëri.